Adnan Xholi, Doloreza Musabelli dhe Ervin Gjokaj, Klodian Braho janë edhe zyrtarisht kandidatët, njëri prej të cilëve më 18 dhjetor do të ulet në karrigen e Altin Dumanit si drejtues i ri i prokurorisë së posaçme. Të katër kandidatët janë miratuar pas një vot kundër nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë, që vlerësoi se prokurorët plotësojnë kushtet. Të katër kandidatët i plotësojnë kushtet për të garuar për të qenë në krye të SPAK: Adnan Xholi, Doloreza Musabelli, Ervin Gjokaj dhe Klodian Braho. Ne i propozojmë Këshillit miratimin e listës së kandidatëve për të kandiduar për vendin vakant për drejtues të SPAK, tha Sokol Stojani. Nga 11 anëtarët e KLP-s nuk mori pjesë në votim vetëm Zeqir Hodaj. Ai u largua pak para votimit pasi sipas tij ka pasur shkrimet në media se ai ndodhet në situatën e konfliktit të interesit, sepse i biri është emëruar në Byron Kombëtare të Hetimit nga Klodian Braho, një prej kandidatëve. Edhe pse vetë gjykonte jo si arsye për të qenë në konflikt interesi, Hodaj vendosi të mos merrte pjesë, të paktën në këtë votim.